ditës kemi miratimin e procesit verbale të datave 2 dhe 3 qershor, si dhe projekt ligjin për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin numër 79 fraksion 2021 për të huajt. Jemi komision për dhënie mendimi, relaton kolegu Xhafaj. Të ftuar për diskutuar për pikën e dytë kemi nga Ministria e Brendshme, zëvendësministrin e Brendshëm zotin Lamallari, mirë se vjen zoti zëvendësministër, është kënaqësi t'ju kemi këtu, si dhe dy drejtoresha të përgjithshme atë të zhvillimit, migracionit dhe azilit, zonjën Banushi, kënaqësi që ju kemi këtu zonja Banushi, dhe drejtoreshën e përgjithshme rregullatore për çështje të brendshme, zonjën Çuka. Mirë se vini zonja Çuka, kënaqësi që ju kemi këtu. Mirë, miratojmë proces verbalet e dy datave 2 dhe 3 qershor, e konsideroj të miratuar për aq kosa nuk ka vëzhgesa. Kalojmë tek projekt ligji. Pse do t'i bëni ndryshime këtij projekt ligji, zoti zëvendësministër, fjala për ju. Shumë faleminderit e nderuar kryetaret, nderuar zonja dhe zotërinj deputet. Faleminderit për mundësinë që na jepet mua dhe ekspertëve më të mirë të fushës, do thoya, që ka Ministria e Brendshme, ku ne do të kemi mundësinë sot të prezantojmë si qëllimin politik, por edhe nëse do ketë interes edhe pyetje në aspektin teknik patjetër. Nisma në thelb synon të përmirësojë fushën e drejtave të migrantëve, anëtarëve të tyre të familjes, refugjatëve dhe azilkërkuesve, si dhe të mbrojtjes sociale, konkretisht duke ofruar akses në programe dhe shërbime integrimi, ofrimit më të mirë të informacionit dhe procedurave të lehtësuara, afate të shkurtuara dhe forcimit institucional të ofrimit të shërbimeve për migrantët. Projekt ligji vjen edhe si parashikimi i strategjisë kombëtare për migracionin. Gjithashtu adreson dhe objektivat e PKI-s, Planit Kombëtar të Integrimit Evropian, në thelb në vetvete parafron aki komuniter, bazohet dhe në angazhimet e marrë nga shteti shqiptar, nga qeveria shqiptare në kuadër të udhërofysit për shtetin së drejtës, si dhe lidhet ngushësisht me programin qeverisës 2021-2025, ku garantohet një mjedis synohet krijimi një mjedisi më miqësor për investitorët e huaj, migrantët, azilkërkuesit, zhvillimin ekonomik dhe social, thjeshtësimi i procedurave dhe afateve, gjithashtu konkretisht ku flasim për procedura, bëhet fjalë dhe për aplikimet që bëhen të ndryshme, për leje unike, për punonjës shumë të kualifikuar, dhe parafrimi me direktivat, konkretisht direktiva 2021-883, direktivat të tjera që lidhen pikërisht me standardet më të mira për bashkimin familjar, për lejen autonome e tjera. Vjen në parametrat e përcaktuar nga Pakti i ri për migracionin dhe e fundit, por jo për nga rëndësia, është dhe për mecanisme ne shkojmë më tej në drejtim të forcimit të kapaciteteve të institucioneve që merren me menaxhimin e migracionit në Shqipëri. Kaq tek pjesa e prezantimit, sigurisht nëse çdo pyetje që mund të ketë ne mund ta adresojmë bashkërisht me stafin në nivel teknik. Faleminderit. Faleminderit zëvendësministër, kolegu Xhafaj. Faleminderit kryetare, faleminderit zëvendësministrit për prezantimin. Pra si në vijim të procesit integrimit evropian të Shqipërisë dhe të avancimit të fazave me negociatat për gjithë kapitujt dhe grup kapitujt, ne kemi një projekt ligji i cili është përfruar përsërisht me 4 direktiva të Bashkimit Evropian, një nga të cilat është dhe direktivë e vjetshme që kanë lidhje me migracionin dhe me trajtimin e migrantëve, qoftë atyre të lishëm, dhe në këtë drejtim ligji thjeshtëson kërkesat dhe sigurisht detyrimet nga migrantët potencial për ta mundësuar në mënyrë më të shpejtë për të përmbushur në ato raste kur ka leje pune, dhe këtu përmendet specifikisht karta blu e Shqipërisë, për të lehtësuar në ato raste dhe sigurisht pastaj për ta thjeshtuar dhe shpjeguar edhe më mirë sa i përket shtesës dhe ndryshimit të kategorive të vizat dhe qartësimi i rasteve në rastin se kemi politika kthimi apo ripranimeve të ndryshme, veçanërisht për sa i përket lidhjes me urdhrin e largimit dhe urdhrin e dëbimit, duke përfshirë tek personat e padëshiruar, pastaj edhe impaktin që kjo do të ketë tek rrethi i tyre familjar. Gjithashtu, projekt ligji ka një përmirësim të drejtave që lidhen me trajtimin e të miturve të pashoqëruar të huaj, duke specifikuar që në këto raste dhe në rastet që kemi fjalë për bashkim familjar të personave të shpallur të padëshiruar, do të ketë qendra të posaçme të cilat do të merren me trajtimin e këtyre rasteve sociale për të lehtësuar dhe zvogëluar impaktin e këtyre,
por nga ana tjetër për të mundësuar një trajtim normal sipas të gjithë kartave të drejtave të njeriut. Dhe së fundmi, pastaj kemi edhe ndarjen e detyrave me Ministrinë përgjegjëse për punën dhe me inspektoriatet specifike të punës për inspektimin e tyre për kontrollin e të huajve në bazë të lejeve dhe vendeve të punës që ata kanë, duke siguruar kështu një monitorim më të mirë të situatës në terren dhe besoj që në këtë drejtim digitalizimi i plot i proceseve migratore sa lidhet që nga dhënia e vizave nga ana konsullore dhe deri pasaj tek implementimi ndërkohë që lejet e punës janë të dhëna do të ndihmojnë jashtëzakonisht shumë qoftë anën rregullative të këtij sektori, qoftë dhe anën e monitorimit nga institucionet përkatëse. Duke ju falënderuar kolegë, do ju ftoja të gjithëve që ta votë-besojmë këtë projekt ligj. Faleminderit. Faleminderit zoti Xhafaj. Kush ka pyetje apo komente? Zonja Bardeli, fjala për ju, lutem. Faleminderit kryetare. Në fakt nuk është hera e parë që debatojmë për një ligj të tillë kur flitet për çështjet kombëtare. Unë kam dy pyetje për zëvendës ministrin. A rrezikon tregun e punës shqiptar ky projekt ligj që ju keni sjellë sot, duke e destabilizuar atë në flukset e pakontrolluara? Dhe sa i shërben ky projekt ligj diasporës, komuniteteve shqiptare, interesit ton kombëtar? Jo, zoti jo japun fjalën. Pyetje tjera? Mirë, unë do t'ju lutesha kisha disa sqarime më shumë se sa pyetje, më shumë edhe për publikun, po edhe për kolegët këtu prezent. Sa përafron kjo me akit e Bashkimit Evropian? Ka një diskordancë, le të themi, pozitive në thonjza midis, sidomos kur flitet për ekstradimet e personave që hynë në një territor si territori i Shqipërisë që është në rrugën e antarësimit next door, le të themi, mbasdere. Ka disa shtete, brenda shteteve të Bashkimit Evropian, që kanë marrëveshje të ndryshme ekstradimi me shtete jashtë Bashkimit Evropian. Ku është e pozicionuar Shqipëria në këtë gjë? Se nuk është një detyrë e thjeshtë, unë e di që s'është një detyrë e thjeshtë, prandaj edhe po ja pyes ju se e di që jeni të zotë për ta bërë këtë gjë, për ta lëvruar këtë gjë. Kjo është gjëja ime e parë. E dyta, unë do të kisha dashur që shikoni, problemi i emigracionit është një problem mbar botëror që sa historia ka filluar të shkruhet. Dhe ne kemi vuajtur në person të parë këtë gjë në para një shekulli, para 30 vjetësh e kështu me radhë. Diskutimi dhe përmirësimi i ligjeve dhe shtimi i shtrëngesave në ligj nuk kanë të bëjnë me emigrantin për se, pra emigrantin si qytetari kësaj bote. Ka të bëjnë më shumë me smugglers, pra me personat që shfrytëzojnë këtë trafik. Kështu që unë dua të di nëse ligji ose përmirësimi që ne i bëjmë ligjit, që lidhet në mënyrë të drejtë për drejtë të tërthort me këtë që unë po flas, a ka shtrëngesa në kodin penal që lidhen me ata që bëjnë trafikimin e emigrantëve apo qenieve njerëzore, e thënë në përgjithësi. E fundit pyetje që kam është, me të drejtë kolegu Xhafa i tha që ligji sjell një përmirësim të trajtimit të fëmijëve të pashoqëruar, që është një tjetër problem mbar botëror. Juve thoni mbahen në qendra sociale për të mitur, të hapura posaçërisht për këtë qëllim. A i kemi këto qendra sot që flasim? Apo kemi qendra për të mitur dhe këtë shfrytëzojmë edhe për të miturit? Dhe cilat janë procedurat e mëtejshme, pra fëmijët e pashoqëruar, kuptoj që i mbajmë në përqendra. Cili është hapi i dytë ose i tretë? Pra verifikojmë se është një punë titanike. Verifikojmë nga ku vinë dhe kush janë prindrit. I integrojmë në shkolla, në qendra, në kopshte, nuk e di, në qendra ku mësojnë shqip. Pra ka disa forma dhe ka disa eksperienca europiane për këtë gjë, apo case by case, pra rast mbas rasti e bëjmë këtë gjë. Dua të di a janë të shkruara në ligj këto, pastaj se si zbatohet, kjo është një tjetër histori. Dhe e fundit që kam, a sjell ligjin në mënyrë të eksplicite
një procedim lidhur me identifikimin më të hollësishëm të individëve që nëpërmjet emigrantëve ose ta shoqërive emigrant hyjnë në territorin e Shqipërisë. Pse e them këtë, zëvendës ministre? E them këtë sepse për arsye të sigurisë kombëtare, sidomos në kushtet kur në botë kemi një rrezik të shtuar që nuk ka të bëjë me rajonin, nuk ka të bëjë me Shqipërinë, por ka të bëjë me gjithë gjeopolitikën, ka shumë mundësi ose mundësit shtohen që në territoret tona të hyjnë njerëz të konsideruar terrorist, të konsideruar me background të negativ të aktiviteteve të tyre e kështu me radhë. Ka sjell përmirësimi i ligjit një evidencim më të hollësishëm ku struktura të tjera ligjzbatuese hynë në lojë, pra jo vetëm Ministria e Brendshme, po di strukturat e inteligjencës dhe kështu me radhë, në mënyrë që identifikimi sa më i shpejt i individëve, e di që është një punë e jashtëzakonshme, mund të keni nevojë për shtime fondesh, për shtime strukturash, sepse lëvizja ka filluar të ketë ritme të tjera, dhe kjo e bën më të ekspozuar vendin ton ndaj gjithë këtyre, le të themi, kërcënimeve që vinë në kufit tanë. Shqipëria është një udhkryq për shkak të pozicionimit gjeografik që mund ta ketë më problem fluksin e lëvizjeve edhe për arsye tranzitore se sa një vend tjetër që është periferik. Nuk e di në kam qenë qartë në pyetjet e mi. Faleminderit, fjala për ju, lutem. Shumë faleminderit, zënër kryetare. Do mundohem të i adresoj sipas rendit që u paraqiten pyetjet, i mbaj tashënim. Lidhur me pyetjen e parë, nëse nisma do të krijonte disabilitet në tregun e punës, absolutisht jo. Pse them këtë, bazuar kjo edhe në vlerësimet e bëra, në analizat e bëra, rekomandimet e sjellë nga gjithë aktorët shtetëror dhe jo shtetëror, kryesisht është bashkëpunuar ngushtë me organizata ndërkombëtare prestigjioze në këtë fushë që kanë ofruar asistencën e tyre, duke bërë dhe analizat përkatëse, duke marrë në konsiderat dhe gjithë rekomandimet e bëra që lidhen edhe me tregun e punës, me të drejtat dhe liritë që duhet gëzojnë migrantët, sipas paktit të ri për migracionin, sipas standardeve më të mira të Bashkimit Evropian, theksojmë që edhe sipas tabelave të përputhshmërisë, të gjithë dispozitat që ndryshojnë tregojnë aty ku korespondojnë me direktivat përkatëse. Kjo është edhe një pyetje e dytë që lidhet pikërisht me pjesën e akik komunitar që afektohet pra që është transpozuar përmes kësaj direktive, përmes kësaj nisme. Dhe do të thoya dy momente do të cekja për këtë, sepse ne fokusi përmes kësaj nisme i jepet krahas forcimit të drejtave dhe garancive që duhet gëzohet çdo migrant, azilkërkues dhe refugjat dhe familjarët e tyre, sipas standardeve të BE-s. Ka ana tjetër, sigurisht dhe shteti shqiptar përfiton, pasi përmes kësaj nisme, përmes lehtësirave që krijohen në procedura dhe afate për kategori shumë specifike të atyre që ne synojmë të përthithin për tregun e punës. Konkretisht, punonjës shumë të kualifikuar, apo edhe kërkues shkencor, një kategori tjetër më vete që prezantohet përmes kësaj nisme, si dhe lehtësimi i procedurave pra mos ketë më nevojë për leje unike, por për personat që konsiderohen si investitorë të huaj, të nifet leja e qëndrimit. Kjo e gjithmonë sipas garancive procedurale, garancive të informacionit, që një tjetër pyetje shumë e rëndësishme që u paraqit këtu lidheshte me rrezikun ose me nevojat për identifikimin e saktë të këtyre punonjësve. Sigurisht kjo bëhet në bashkëpunim me gjithë institucionet relevante, përfshi policinë kriminale, përfshi shërbimin informativ të shtetit, dhe një tjetër element që me të drejtë paraqitet në këtë nismë është dhe dëshmia e penalitetit për të paktën 3 muajt e fundit që duhet ta ketë personi i cili aplikon. Gjithashtu, një tjetër pa dashur doon të hyjë në detaje, sepse sigurisht më tepër mund të thellohen dhe kolegët të cilët e kanë trajtuar gjerësisht ligjin në një kohë të gjatë, do të thoja, por lidhur me aki komunitar, sigurisht janë u përmendën dhe gjatë relatimit, por sigurisht unë mund të përmend pjesën e direktiva konkretisht që janë parafruar, direktiva e BE-s 2016 fraksion 801, gjithashtu direktiva 2004-38 e Komisionit Evropian, direktiva e 2024-2033 që lidhet pikërisht me
procedurat e vetme të aplikimit për një leje të vetme për shtetasit e vendeve të treta. Kjo një çështje që vazhdimisht është ngritur dhe si rekomandim si në udhërrofyes, por dhe në procesin screening, gjithashtu dhe direktiva e BE-s e 2021-1883, që lidhet pikërisht me qëllimet e punësimit me kualifikim të lartë. Pra, ne në gjithë nismën për 60 nënësh, kemi synuar në thelb të parafrojmë kuadrin ligjor ekzistues me direktivat dhe standardet e Bashkimit Evropian, dhe për sa i përket një tjetër çështje që lidhet gjithashtu me elementet e sigurisë, pra me dëbimet do të thoja, sepse ekstradimet janë rregullohen nga një tjetër ligj, që janë ligji për marrëdhëniet jurisdiksionale për bashkëpunimin ndërkombëtar, që monitorohet ngushësisht dhe është nismë e Ministrisë së Drejtësisë, e cila operon me kërkesat e ardhura për ekstradimet, megjithatë për dëbimet, sigurisht ky ligj ofron dhe përmirësimet e veta. Konkretisht në pjesën e dëbimeve kemi ndërhyrje që bëhen në ligj lidhen pikërisht me luftën, pra me nevojën që kemi për të forcuar më tej luftën kundër migracionit të parregullt, si një prioritet madhor i qeverisë shqiptare, edhe në kuadër të angazhimit të marrë të dalë nga procesi screening, por dhe nga çelja e negociatave në kapitullin 24, ku fokusi vjet dhe dispozitave të përmirësuara që kanë të bëjnë me politikën e kthimeve, ripranimeve, veçanërisht të lidhura me urdhrin e largimit dhe urdhrin e dëbimit. Pra, çdo person që i huaj që konsiderohet i padëshiruar në vendin tonë, në adeun tonë, sigurisht duhet të merren gjithë masat e nevojshme nga institucionet përgjegjëse sipas këtij ligji për të garantuar dëbimin e këtij personi i cili shkel ligjet e vendit. Konkretisht veçanërisht kur cënohet siguria publike dhe kombëtare, në momente kur lëshohet menjëherë urdhri i dëbimit, dhe ky urdhër i njoftohet në mënyrë të shkruar të huajt, që ndodhet fizikisht në Republikën e Shqipërisë dhe menjëherë veprohet nga autoritetet përkatëse, pra duke veçuar personin në mjedise të posaçme deri në pritje të largimit të dëbimit. Sigurisht në mënyrë më të kujdesshme veprohet me të miturit e pashoqëruar, por do të thoja që për dalë tek të miturit e pashoqëruar, sigurisht kemi aktualisht një punë shumë të mirë në koordinim në bashkëpunim me organizatat jo qeveritare në vend, si UNICEF, Caritas e tjerë, por përmes qendrave që janë në rreth, në përbashki, një angazhim i ri që i qeverisë shqiptare është pikërisht ngritja e qendrës kombëtare për të miturit e pashoqëruar. Kjo edhe një detyrim që buron pikërisht nga negociatat me Bashkimin Evropian. Jemi të vendosur që dhe aktualisht po punohet intensivisht zonja kryetar nga grupi, nga ekspertët në vend në bashkëpunim me partnerët tanë brenda dhe jashtë vendit, pikërisht për të ngritur një qendër brenda standardeve dhe brenda një kohe sa më të shpejtë të mundshme. Pa dashur të lë pa përgjigje asnjë pyetje tjetër, identifikimi i migrantëve. Patjetër. Po. Po, ja, duhet ta jap fjalë. Ose kjo rregullohet me aktën ligjore dhe ligji s'ka nevojë të përcaktojë gjithë këto. Jo, ka nevojë për të mos jetë regjistruar. Thjesht parafrimi me akit është më shumë se sa i mjaftueshëm në këtë rast, po thjesht tash më shumë kuriozitet se sa pastaj duke bërë. Shkatërrova e vi. Po, jo. Kryetare, duke
Duke qenë se pyetja është lidhet me një çështje shumë sensitive, edhe vetë pyetja përmban disa aspekte të rëndësishme, unë do sugjeroja me miratimin tuaj që një trajtim më të thellë të kësaj pyetje ta bëj zonja Banushi, e cila është marrë konkretisht me këtë çështje. Atëherë, siç e dini, qeveria shqiptare ka miratuar korrik të vitit kaluar strategjinë kombëtare për migracionin dhe azilin 2030. Pilari 4 i kësaj strategjie që ka të bëjë kryesisht me azilin, kategori e veçantë, pavarësisht se këto ndërthuren bashkë me migracionin dhe shumica çështjeve që u diskutuan janë azil dhe migracion bashkë, ka të bëjë me ngritjen e një qendre për fëmijët e pashoqëruar. Është një mangësi në Shqipëri, një mangësi edhe deri diku dhe në legjislacionin shqiptar, jo e pa rregulluar totalisht sepse ka pas një vendim të Këshillit të Ministrave që ka trajtuar fëmijët e pashoqëruar dhe sidomos në bashkitë e zonave kufitare janë ngritur mini qendra për të pritur, nuk është se kanë funksionuar 100% me kapacitetin e detyrave që i kanë takuar, por tashmë ne sapo kemi filluar dhe nesër ministri jon bashkë me delegacionin e BE-s lançon fillimin e punës për ngritjen e qendrës për fëmijët e pashoqëruar. Është një qendër që do ngrihet me vendim të Këshillit të Ministrave, e bashkë propozuar nga dy ministri, Ministria e Brendshme dhe Ministria e Çështjeve Sociale, sepse duhet të trajtohen të gjithë këto çështje që ju i thatë. Do jetë një grup ndërministror pune që do vijojë jo me ndërtimin, po do vijojë me bazën ligjore më pas dhe me identifikimin e gjithë problematikave që kanë të bëjnë me një fëmijë. Ai fëmia ka nevojë për spital, ka nevojë për shkollë, ka nevojë për gjuhë, ka nevojë për strehim në fund të ditës, ka nevojë për punonjës social që do i ketë mbi kokë. Është menduar që qendra të ngrihet sipas të gjitha kushteve të Bashkimit Evropian, është delegacioni i BE-s i cili po financon dhe po mbështet nëpërmjet Organizatës Ndërkombëtare të Migracionit dhe Organizatës Ndërkombëtare të azilkërkimit, UNHCR-s. Nëpërmjet këtyre dy organizatave kanë gjetur janë sjellë ekspert të fushës nga BE-ja për të facilituar, për të mbështetur stafin shqiptar për ngritjen e qendrës dhe më pas bazën ligjore, e cila do jetë mirëfilli bazë ligjore, si në ngritjen e qendrës, ashtu edhe në detyrimet që qendra për fëmijët e pashoqëruar ka për trajtimin e fëmijëve që hynë në qendër. Dhe është menduar deri tani, kjo është në diskutimet që ne kemi bërë si staf teknik, që qendra të jetë me ta gjysmë e hapur dhe gjysmë e mbyllur. Sepse ajo që kemi vënë re për gjatë këtyre 2 viteve, që fluksi i fëmijëve të pashoqëruar nuk ka qenë i pakonsiderueshëm, është që këto fëmijë të pashoqëruar, sidomos fëmijët e huaj të pashoqëruar, kanë përdorur territorin e Shqipërisë tranzit. Pra kanë ardhur, janë strehuar, ndihmuar dhe facilituar nga organizatat Caritas apo organizatat të tjera, janë larë, janë pastruar dhe kanë ikur sado që ne jemi lajmëruar në kohë, pavarësisht se janë dhënë shërbimet në maksimum që sekondin e parë. Prandaj është menduar që baza ligjore, duke përputhur me bazën ligjore të BE-s, të ketë këtë lloj zgjedhje që fëmijët për vetë moshën delikate të tyre dhe për vetë faktin që ato janë shtresa më e rrezikuar për trafikim, dhe këtu do dilja te pyetja juaj, dhe është domosdoshme që të mendohet mirë se si do trajtohen, si do jetë baza ligjore për tu trajtuar në këtë qendër. Pra paralelisht ne mendojmë që vitin tjetër qendra si qendër të ngrihet, por të fillojnë edhe baza ligjore dhe do mbështetemi në vitin e parë nga BE-ja përsëri për të facilituar mundësinë e dhënies së shërbimeve të domosdoshme fëmijëve të pashoqëruar. Mirë, faleminderit zonja Banushi, faleminderit zëvendës ministër. Në qoftë që nuk ka ndonjë sqarim tjetër, apo pyetje, apo koment, okej, vlerësoj angazhimin tuaj, sidomos të zotërinj kolegëve të opozitës, edhe mendoj që ta hedhim votim. Mirë, atëherë kush është dakord me projekt ligjin për disa shtesë dhe ndryshime në ligjin numër 79 fraksion 2021 për të huajt, e konsideroj të miratuar, nuk ka kundër, nuk ka abstenim, neni 1, ju lutem, i këtij miratohet, neni 2, miratohet, jemi 2 nene, po? Okay. Edhe një herë në tërësi projekt ligjin, një abstenim, të tjerët të miratojnë,
e konsideroj të miratuar. Faleminderit koleg, kënaqësi që ju kemi gjithmonë këtu, punë të mbar, edhe rishiheni me kolegët shtatorë tut. S'besoj që zoti Llamani ka si dietës. Faleminderit. Shihemi në mbledhjen tjetër.